Gjykata speciale në Hag ka refuzzuar kërkesën e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij. Ky vendim ka shkaktuar reagime të ashpra nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës OVL, e cila ka cilësuar atë pa drejtë njerëzore. Në një vendim të bërë publik përmes rrjeteve sociale, OVL ka shprehur indinjatën dhe revoltën e saj ndaj këtij vendimi. Sipas organizatës, refuzimi i gjykatës për të lejuar Thaçin të marrë pjesë në lëmë të mirën e fundit për babain e tij është një veprim që bie ndesh me vlerat universale të humanizmit dhe të drejtësisë. Ky vendim nuk është vetëm një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit, por edhe një akt që cënon dinjitetin dhe ndjenjat më të thella njerëzore, thuhet në reagimin e OVL-s. Organizata e veteranëve ka cilësuar këtë vendim si një përpjekje të qëllimshme për të postruar jo vetëm Thaçin dhe familjen e tij, por edhe ish luftëtarët e UÇK-s. Po ashtu OVL-ja e UÇK-s ka bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare dhe organizatave të drejtave të njerëzit që të reagojnë ndaj këtij vendimi, duke kërkuar që raste të tilla të mos përsëriten. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të UÇK-s nuk do të tolerojë heshtjen e institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj shkeljeve dhe trajtimeve përçmuese që po ju bëhet bashkëluftëtarëve tanë nga Gjykata Speciale në Hag, përfundon reagimi i organizatës. Ndërkohë, në fshatin Buroi të Skënderajt, familja Thaçi tashmë ka hapur dyert për të gjithë ata që duan të shprehin ngushëllimet e tyre. Që nga orët e hershme të mëngjesit, shumë familjarë të afërm dhe qytetarë janë mbledhur për të ngushëlluar familjen e ish-presidentit Thaçi. Në mesin e atyre që kanë shkuar për ngushëllim janë edhe bashkëpartiakët e Hashim Thaçit. Pritja e ngushëllimeve po bëhet nga djali i tij Endrit Thaçi, i cili ka falendëruar të gjithë ata që kanë gjetur kohë për të ndarë dhimbjen me familjen e tij. Ceremonia e varrimit të ndjehit do të mbahet nesër në orën 15, ku pritet të marrin pjesë shumë qytetarë, figura politike dhe bashkëluftëtarë të Hashim Thaçit. Ky vendim i Gjykatës Speciale ka ngjallur debate të gjëra në opinionin publik dhe politik në Kosovë. Shumë qytetarë dhe personalitete publike kanë shprehur pakënaqësinë e tyre për këtë refuzim, duke e konsideruar atë si një padrejtësi ndaj ish-presidentit të vendit. Gjykata Speciale, e cila është mandatuar për të hetuar dhe gjykuar krimet e pretenduara të luftës në Kosovë, është përballur vazhdimisht me kritika nga një pjesë e shoqërisë kosovare, veçanërisht nga ish-pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mbështetësit të tyre. Ky vendim i fundit vetëm sa ka shtuar zemërimin dhe ndjenjat e padrejtësisë tek ata që besojnë se kjo gjykatë nuk po e trajton drejtësisht ish luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.